E diel 4 maj, edhe një javë, Shqipëria për të ndarë nga një e keqe, nga vazhduesit e një mbartie që e kanë mbajtur peng për 50 vjetë, dhe nga një person i cili e ka marrë leksionin me qëndrimin përbuzës të administratës Donald Trump, ndaj si vllaut tij Vučić. Është një mesazh që jepet ndaj Ramës, i cili ka ndrruar dhe ka synuar që të vinte edhe ai përpara datës zgjedhjeve këtu në SBA, siç u orvat pra si vllaut tij Vučić, kanë gjetur një ndërmjetës të përbashkët, Kushner, Grinell dhe Don Junior. Mënyra se si u tallën dhe përbuzën Vučić nga shefja e stafit që ka lidhje të ngushta me Laçevitën Wiles, tregon që nuk mund të blesh heshtjen e presidentit Trump. Lobist janë lobist. Dhe lobist më të fortë se Rudy Giuliani, me një afërsi shumë të madhe të Trump, nuk mund të gjente askush. Dhe justifikimet, arsyet e largimit të Vučić më kujtojnë kohën kur Bashkimi Sovjetik shkarkonte fosiljet e vjetra të byros politike për arsye shëndetësore, dolën pension. Berisha ka qenë shumë afër ardhjes. Ka një përplasje të madhe nëpër korridoret e pushtetit në Washington, por të jemi realist që interesi amerikan ndaj nesh nuk është ashtu siç do ta dëshironin shqiptarët, nuk kemi as qendra e botës dhe problemet ndërkombëtare natyrisht që nuk janë në favorin ton për largimin masivisht të Ramës. Megjithatë, është vota ajo që përcakton. Mos dëgjoni pollet. I vetmi poll që mua më lë dyshues për fitoren është McGonigal, John McLaughlin, pollster i zotit Trump, por prapja me këtë që nuk ka shanse si nga Amerika të bësh një poll në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha, askush nuk ka konsideruar tek pollet e tyre mbi 260.000 votues të diasporës. Nga pollet brendshme, partitë e dinë se ku janë. Entuziazmi po rritet nga Berisha, është fakt, dhe në fytyrën e Ramës lexohet një pezmatim dhe pollet brenda selis ish zyrës Xhelil Gjonit nuk e nxjerrin shumë se 69. Pra Rama nuk do të jetë dot i zotit bëj qeveri. E vetmja shpresë ishte nxjerrja në terren e bandave. Këtë radhë nuk e ka aq të lehtë. Pra, mund të jem dhe gabim, Rama ka ikur. Sa i përket situatës në SBA, javën e kaluar isha në një town hall ku presidenti Trump shpjegoi përpara Komos, O'Reilly dhe Smith arritjet e 100 ditësh të parë. Trump nuk po gjynjësohet ndaj sistemit drejtësisë. Ka 140 urdhra ekzekutiv dhe mbi 122 pa dy gjyqësore ndaj urdhrave të tij ekzekutiv. Është rasti i Zërit Amerikës që e mbylli një gjyqtar distrikti donte ta risillte prap, gjykata e apelit dhe tha jo. Dhe Trump do të shkojë deri tek Roosevelti që nuk do të pranojë dhe vendimet e gjykatës supreme, siç është rasti i deportimit. Thuajse 20 milion emigrantëve të paligjshëm. Ky vend mbahet, këtu prodhohet nga emigrantët. Nuk i përbus askush, po të paligjshmit, ata me të dhëna kriminale, duhet të deportohen dhe Trump po i deporton. Problemi se si po sillet sistemi i drejtësisë është i habitshëm sepse favorizonte paligjshmërinë e futjes së emigrantëve ndaj kufiri dhe toleronte Bidenin që lejonte këtë shkelje të ligjit, dhe tani kur zoti Trump kërkon që të zbatoj ligjin duke deportuar të paligjshmit, sistemi i drejtësisë del kundër tij.
Pse? Sepse është një frikë e madhe, janë panik që zoti Trump mund të jetë i suksesshëm edhe në ekonomi tek platformat e tij për tarifat. Për emigracionit është i suksesshëm, e ka vullosur kufirin jugor. Nuk kishte nevojë për reformat që flisnin, por problemi është në sistemin e drejtësisë. E kam thënë që Trump gjason me Teddy Roosevelt, një nga presidentët më të mëdhenj amerikan. Presidenti që shkatroi monopolet e Morganit, Rockefellerit, edhe pse pati një dhimbje të madhe për punëtorët. Në Shqipëri. Amerikanët thuaj se 2 vjet ata nuk u paguan nga oligarkët e asaj kohe me synimin për të fituar ndaj Roosevelt. Roosevelti nuk u tërhoq. Roosevelti është president paqe. Në luftën midis Rusisë dhe Japonisë e kanë ftuar si ndërmjetës japonezët, rusët kanë rënë dakord dhe Roosevelti ka marrë çmimin Nobel. Në këto korridore është sjellja Trump në paqen në Ukrainë. Në takimin në Vatikan kanë marrë mesazhe, i ka thënë bën mirë të firmosësh, dhe Trump ka thënë që unë nuk dua që të qeshin me ne, kemi dhënë rreth 350 miliard dollar. Trumpi i egzageron, Bill O'Reilly më thot 170, prap nuk e në pak, 3 vjet është paguar e gjithë administrata e Ukrainës nga fondet nga buxheti amerikan, dhe me marrëveshjen e firmosur ne do të marrim mbrapsht më të shumë se sa kemi shpenzuar. Në lidhje me BE-n, që berzohet e Ramës, janë më të këqij ndaj nesh të Trump se sa vendet armiqet tona. Kërkojnë të përfitojnë, nuk ka më. E ka kuptuar që me tarifa rrëzon çdo qeveri. Do të jetë i suksesshëm, por do të ketë një dhimbje, siç pati gjatë kohës kur ishte Roosevelt. Për një vend vogël, por që me një pozitë strategjike, natyrisht që era që vjen nga Washingtoni duhet të jetë frymëzuese. Jam i bindur që koha e radikalizmit të majtë në departamentin e shtetit dhe heshtja masive ndaj Ramës ka përfunduar. Rubio do të riorganizojë departamentin, do ketë shkurtime masive, ende nuk kanë filluar, vetëm 3-4 emrime kanë kaluar. Merë shumë kohë në Senat, dhe kjo do shikohet në qëndrimin që do të mbahet ndaj zgjedhjeve. Natyrisht që ne kemi drejt, kam komunikime që dhe në Facebook, dhe nuk duhet të jenë partizan dhe të mos mërziten kur unë jap fakte. Sepse vendi NATO-s është edhe Turqia, është toleruar për zgjedhje të tjera. Disa herë. Por ne nuk e kemi rëndësinë dhe forcën ushtarake që ka Turqia në NATO. Natyrisht që në një vend ku ka 12 vjet një grup në pushtet nuk është pozitive. A është statu quo-ja, prishën ekuilibrat, por faji, unë mendoj se është hyni në sistemin zgjedhor që favorizon partinë në pushtet, në sistemin zgjedhor që ti le mandate pa kufi për vazhduesit e Ramiz Alis, do të ketë kufizim mandatesh. 2 mandate nuk është Rama. 2 mandate të zoti Berisha. Pra gjithkund me kufizim mandatesh, sepse vota nuk prodhon atje me atë sistem zgjedhor. Nuk ka pse Shqipëria të ndahet 12 zona e pa kuptim. Sistemi më mirë zgjedhor, duam apo s'duam, ka qenë në vitet 90, 100 direkt, 40 me korrektiv. Tani a janë zgjedhje presidenciale në Shqipëri apo parlamentare? Unë shikoj vetëm 2 njerëz, Berishën dhe Ramën. Sepse unë nuk e di kush është deputeti i zonës time, i distriktit siç është këtu, se është listë. Ata mund të thonë që këtu jam unë, ai është atje, por nuk. Dhe Rama favorizohet nga sistemi
me 5 ose 6. Favorizohet, në qoftë se del partia e parë, se në qoftë se nuk del partia e parë, favorizohet grupi tjetër. Askush nuk e di se si janë pollet reale. Nga ajo që shikojnë nga larg, optimizmi është më i madh nga krahu i Berishës, kudo, dhe Rama është me një fjalor politik bajat, por mbasi ai një psikologjinë e votuesve të tij. A do të mundet i korruptuar i Veliaj të ketë ndikim në një kafshim sa do të vogël tek Rama? Edhe këtë nuk mund ta thuash nga këtu. Erion Velia nuk bëhet kur i lirmet. Çasti është që të realizohet ndarja, siç u realizua këtu. Ishte një betejë shumë e madhe. Lërini emrat. Lërini pa kënaqësitë. Lista mund mos jetë fare e mirë në Tiranë. Është lista që është vendosur, nuk ka kohë të kthehet mbrapa me pa kënaqësi. Ai që mendon që Shqipëria duhet hec dhe duhet larguar ai njeri që është përzgjedhur nga klani i Zhvie Hoxhës, duhet votoj djathtas. Gjatë rrugës korrektohet, plotësohet çdo gjë. Gjasat janë që mund të ketë edhe një krizë të tillë që të ketë nevojë për zgjedhje mbas 6 muajsh. Por bindja është kjo që Rama nuk fiton. Janë të ftohtë këta këtu, ai ka marrë mesazhin, si u tallën u përbuzën me Vučić. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me të. Ndryshe do të kishte ardhur në Washington. Se nëse përflet një kontratë lobimi me 6 milion potencialisht që në fakt janë të 750.000, Rama ka miliona e miliona shumë herë më shumë për të shpenzuar me grupe lubingu që ne nuk e dim dhe i ka dhe i ka pasur. Por kjo kohë ka hikur me zotin Trump, me riorganizimin e Departamentit Amerikan të Shtetit X ndaj Soros. Rama ka bërë akrobacia me Kushnerin, por që në sjelljen ndaj Vučić, dhe them edhe një herë, klani i atyre njerëzve, Kushner, Don Junior, Grinell, është mposhtur nga grupi tjetër konservatori, shefe stafit, ku akses ka dhe La Civita. Shumë përflasin rolin e tij, nuk është në mëkat që të them që nuk përfaqëson administratën amerikane. Këtë e kupton çdo njeri me logjikë të thjeshtë, por njeri që ka pasur akses të madh, që e ka takuar 2 vjetëresh për ditë zotin Trump, dhe duke pasur këto lidhje me grupimin e djathtë, do të jetë një artopalan për çdo gjë. Ndaq për fundin e heshtjes ndaj Ramës, ndaj për aksesin e madh të krahut tjetër. Por ata që vendosin janë shqiptarë. Ka dhe një javë, në javën e fundit, Trump përmbysi çdo gjë. Një sugjerim modest, o them faktet siç janë, tregoni rekordet, ballafaqoni rekordet e qeverive demokratike 8 vjet me vjedhjet e mëdha të qeverisë Ramës. Kudo në Shqipëri.